Situata në rjoll të Velipojës është përshkallëzuar sërish këtë të diel, ku banorët janë përplasur me forcat e policisë gjatë protestës kundër ndërhyrjeve në zonë, të lidhura me projektin e një resorti turistik që i atribuohet biznesmenit Bashkim Ulaj. Sipas raportimeve nga terreni, policia ka ndërhyrë e pajisur me helmeta, maska mbrojtëse, mburoja, ndërsa banorët kanë vijuar tubimin në kundërshtim të punimeve që po zhvillohen në zonë. Gjatë përplasjeve, një person ka mbetur i lënduar dhe është transportuar drejt urgjencës së Spitalit Rajonal të Shkodrës për ndihmë mjekësore. Pamjet e publikuara tregojnë momente tensioni mes uniformave blu dhe protestuesve. Sipas banorëve, ka pasur edhe shoqërime në polici. Protestës i janë bashkuar burra, gra dhe të moshuar. Një prej banorëve është shprehur: "Kam burrin e paralizuar në shtëpi dhe dola të kërkoj të drejtën time. Jemi të varfër dhe vjen i pamundurit të na e marrë tokën." Banorët kundërshtojnë projektin turistik, duke pretenduar se ndërtimi po zhvillohet në toka që i konsiderojnë prona të trashëguara ndër breza. Ata kërkojnë ndërhyrje të institucioneve për verifikimin e dokumentacionit dhe garantimin e së drejtës për të protestuar paqësisht. Deri në momentin e publikimit të këtij lajmi, nuk ka një reagim të detajuar zyrtar nga policia e shtetit mbi incidentet e raportuara. Situata në zonë mbetet e tensionuar.